Ju përshëndes, takojmë edhe këtë të martë bashk, duke marrë shkas në fakt nga ngjarja e ndodhur në Gramsh, në kopshtin numër 1 të qytetit të Gramshit, ku u helmuan fëmijët e këtij kopshti. Ne do të flasim sot dhe do ta trajtojmë pra faktin se çfarë pasojash sjell kjo, dhe në një farë mënyre cilat janë masat që duhet të ndërmerren pra në raste të tilla. Kam kënaqësinë që të kem në studio zotin Ilir Lloha, zëvendës dekani i Fakultetit të Bioteknologjisë dhe Ushqimit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Po ashtu është bashkuar me ne për herë të parë duhet të në studion e emisionit Box to Box, Luana Harizaj, pedagoge eksperte e sigurisë ushqimore. Përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Mirë se u gjeta. Rezultatet e analizave se e përmenda, ne do të marrim shkas pikërisht nga kjo ngjarje që le të themi ka shokuar jo pak opinionin publik, jo se nuk kemi pasur raste të tilla të helmimeve masive si pasojë e salmonelës, sepse rezultatet e analizave treguan që kemi të bëjmë me salmonelë, pranitë të salmonelës. Kemi pas pra raste të tilla, por ajo që e bën të ndjeshme deri diku dhe alarmante këtë çështje është fakti që bëhet fjalë për fëmijë, dhe fëmijë të grup moshës 3 deri në 6 vjeç. Fillimisht, profesor, sa e rëndësishme është, duke qenë se është diskutuar edhe për gjatë këtyre ditëve, marrja në kohë e mostrave për analiza? Përshëndetje njërë, mirë se gjeta në atë parë. Para se të shkojmë të marrja e mostrave, mira do ishte që të parandaloheshin këto probleme, sepse në momentin që shfaqen, ka dëme, ka probleme. Pra, mostrat nuk duhen marrë pasi janë shfaqur simptomat, por duhet bërë mundur që të mos ketë probleme të këtij lloji. Dhe është relativisht e thjeshtë të merren masa që kjo salmonela, që me thënë të drejtën është shumë e përhapur në produktet me origjinë shtazore, të mos gjendet më në ushqimin e përgatitur. Problemi qëndron te mënyra e përgatitjes së ushqimit ose te manipulimi i ushqimit që është bërë në vend. Një gatim i mirë i ushqimit në temperaturat larta bën që të mos ketë më salmonel në ushqim. Pra, problemi për mendimin tim nuk është shpejtësia e marrjes mostrës, ky është një problem i dytë, por problemi i parë është mungesa e higjienës dhe sigurisë në ambientet e punës. Qofshin këto në, nuk e di, subjektin që bën transportin e ushqimit, qofshin këto në personelin që bën manipulimin dhe gatimin e ushqimit. Pra, ju e zhvendosni vëmendjen dhe rëndësinë në faktin që është shumë e rëndësishme dhe për këtë gjykoni që përgjegjësia duhet t'i kaloj, le të themi, atyre në këtë rast kompanisë që bën transportin dhe atyre që sigurojnë apo menaxhojnë pjesën e përgatitjes së ushqimit, apo tek institucionet që duhet i paraprinin edhe duhet i paraprinin në kuptimin që atje ku ka dyshime të qëndësishme, të arsyeshme, apo nuk është e udhës në tilla raste? Dyshimet në të gjitha ushqimet me origjinë shtazore janë. Kështu që gjëja e parë është që duhet të vi me një fletë analize me vullën e veterinerit, apo nuk e di unë mishi, pra nuk mund të vi se bleva unë në dyqan. Dhe dyta është që këto vendet të jenë të trajnuara për kushtet e sigurisë dhe higjienës ushqimore, sepse janë sa të lehta, aq edhe të rëndësishme. Në momentin që mund të ketë prani të salmonelës edhe gatuhet ashtu siç duhet, brenda parametrave të caktuara, rreziku do të ishte më i ulët apo do të minimizohej, nuk do të kishte rrezik fare? Zero rrezik. Zero. Nuk mund të themi zero sepse nuk i dihet asnjëherë, por rreziku është pothuajse zero sepse temperaturat mbi 68 gradë Celsius e shkatrojnë salmonelën dhe nuk ka më prani më mbrapa pasi, sidomos mishi pulës, se aty bëhet fjalë për arsye se rri me lëkurë, lëkura kontaminohet, etj, është manipulohet më kollaj sepse është i vogël, ndërkohë që karkasat e mëdha është pak më ndryshme, megjithëse aty kemi prezencë. Pra, në këto kushte, hallka më e rëndësishme është ajo e gatimit, pra mënyra se si gatuhet. E them këtë, nisu nga fakti që edhe nëse një nga hallkat nuk shkon siç duhet, gatimi është ai që mund të minimizojë, mund të heq të gjitha mundësitë për rrisje, për shfaqje dhe për të... Domethënë, sigurisht që varet nga ngarkesa, varet nga kontaminimi, po bëhet fjalë për një produkt që duhet të jetë
brenda standardeve, nuk mund të ketë qëndruar për shembull një javë në jashtë frigoriferit dhe të pretendojmë që me gatimin do t'i rregullojmë të gjitha. Po ama përsa i përket salmonelës, gatimi në temperaturë, në zierje, në pjekje, në skuqe e largon. Luana? Po. Unë dua të ndalemi sepse siç e parashtrova që në nisje është shumë e rëndësishme që ne nga ky rasti të bëjmë edhe një analizë, le të themi, por edhe të japim informacione, detaje mbi rrisjet që vijnë, duke qenë se jemi edhe përpara sezonit veror dhe rritja e temperaturave mbart një rrezik më vete. Tani e përmendi që produktet shtatëzore janë të predispozuar. Ku gjendesh salmonela dhe çfarë pasoja shkakton? Po, atëherë në radhë parë unë doja të shtoja nga këndvështrimi im, cilat janë pikat kritike në këtë rast. Si fillim, doja të përmendja që është deri diku alarmante që në nuk e di sa pak muaj, ndoshta 5 muajt e fundit, numri i skandaleve që lidhen me konsumimin e produkteve ushqimore është rritur në mënyrë shqetësuese, duhet të themi. Në këtë rast, është izoluar tek fëmijët të cilët kanë konsumuar ushqime në kopshtin që ju përmendet, numër 1 në Gramsh. Por e vërteta është që janë skandalet të cilat shoqërojnë njëra tjetrën. Kemi dëgjuar më përpara edhe për pesticidet e ndaluara të cilat ndodhen në mandarina, në fruta të tjera, në perime. Për parazit të cilat ndodhen tek peshku. Rasti i pulës gjithashtu që më vonë u sekuestrua, shpresoj, me salmonel. Janë të shumta skandalet e një pas njëshme. Dhe në radhë të parë se të shkojmë tek mënyra se si manipulohet edhe përdoret edhe trajtohet ushqimi në momenti që gatuhet, në shtëpi, në restorante ose në kopshte, do të flasim për atë që është detyra e autoriteteve për të kontrolluar ushqimin që hyn, nëse importohet nga jashtë vendit, edhe atë që prodhohet brenda vendit, që për mendimin tim është e rëndësishme të përmendim këtu që ky kontroll ka caluar. Domethënë nuk është një kontroll i mirëfillt, sepse në qoftë se autoriteti kombëtar i ushqimit do kishte bërë kontrollet e domosdoshme, nuk do të gjendeshim në situata të tilla. Tani përsa i përket salmonelës, ka disa momente të cilat duhen konsideruar. Salmonela në vetvete është një bakter i cili në fakt ka një formë si shkopth, ka dhe aftësim për të lëvizur, ka disa bishta, flagell quhen ato, i cili është në gjendje në momentin që infekton njerëzit të shkaktoj smundje serioze, sidomos në qoftë se penetron në gjak. Simptomat i njohim është diarea, temperatura e lartë dhe gjithashtu ngërçet ose prerjet e barkut. Tani, ky bakter ndodhet normalisht në gastrointestinin, që do thot në zorrën e kafshëve, kryesisht tek derri, si dhe tek pula. Dhe tani, kontaminimi mund të ndodhi që në momentin dhe 2 deri në 3% të pulave, të cilat konsiderohen edhe të shëndosha, që nuk shfaqin simptoma, mund ta mbartin këtë bakter në stomakun edhe zorrën e tyre. Prandaj është shumë e rëndësishme që nga fillimi, që nga momenti kur rritet kafsha, në momentin kur bëhet therja, e derisa arrin në supermarkete, të bëhet një kontroll higjenik i përkryer në mënyrë të tillë që pjesa e cila mbart ka ngarkesë bakteriale tjetër shkëputur nga ai që është muskuli dhe që më vonë konsumohet nga konsumatori shqiptar. Pastaj është e rëndësishme dhe ajo që thot profesori, është shumë e rëndësishme që në këtë fazën e parë duhet ketë kontroll vetë industria, duhet ketë kontroll mbi supermarketet, mënyrë se si transportohet produkti deri në supermarkete dhe së fundmi është shumë e rëndësishme që të ketë një edukim të mirëfillt të konsumatorit final, që do thotë njerëzit të cilët e gatuajnë produktin në shtëpi. Dhe ka disa pika të cilat besoj do ishin të dobishme për njerëzit që ti konsiderojnë, që është të ruhet gjithmonë në mishi në temperatura të ulta, është e rëndësishme që të vendoset në frigorifer. Në momentin që kemi si produkte shtazore, në këtë rastin po marrim rastin e pulës me qenë se ndodh më shpesh tek pula, të jetë veçuar nga ai që është ushqimi i gatuar dhe nga produktet e tjera, dhe në momentin që manipulohet, jemi në kuzhinë dhe jemi duke prerë mishin e pulës dhe do gatuajmë, të mos përdorim të njëjtën cutting board, po e them në anglisht, sepse nuk e di se si ta përcaktoj në shqip, në të cilën kemi prerë pulën, ta përdorim edhe për të prerë domaten ose sallatën me të cilën do bëjmë më vonë një sallatë. Duhet shumë domosdoshme që të bëhet larja e menjëhershme dhe të mos lahet pula përpara se të gatuhet, sepse ka mundësi që nëpërmjet rrjedhës së ujit nga rubineti të ndodhin spërkatje dhe bakteret të kontaminojnë edhe me atë që është sipërfaqja ku punohet edhe gatuhet.
Janë këto rregullat e arta që mu më duken kaq të paralizueshme edhe kaq të pamundura për të mbajtur në konsiderat, duke ditur që sa shpërfillës edhe nga njëherë edhe duke nxituar i neglizhojmë gjërat të tilla. Janë të thjeshta me thënë drejtë. Ne kemi diskutuar edhe herë tjetër këtu. Po, edhe mu më bëjnë gjithmonë përshtypje këto, më bëjnë gjithmonë përshtypje nisur qoftë nga përvoja personale, por qoftë edhe për shembull larja para gatimit. Po kur mund të ndodhë që ta lajmë? Sepse edhe në momentin që e blen, nuk mund ta lash. Po, pikërisht, në këtë atëherë, është e rëndësishme që të Se bëri larë. përshtypje kjo. Nuk duhet larë. Nuk duhet larë, duhet larë në produkte të tjera, siç për shembull mund të jenë frutat ose perimet, të cilat gjithashtu mund të jenë të kontaminuar me salmonel. Prandaj, unë desha ajo që është e rëndësishme që të kuptohet që ky bakteri në fakt ka risk më të lartë që të jetë e pula, por mund të ndodhet edhe në fruta dhe perime. Tani, do më lejoni t'ju bëj një pyetje për te asaj që ne po japim informacion, i zbatoni, prireni ti zbatoni këto në kuzhinën tuaj? Po patjetër, e pa diskutueshme. Apo, jo, në raste të tilla, jo, në raste të tilla, unë nuk ju bëra dallime, di pse nuk bëra dallime, sepse nuk dua ta përcaktoj kuzhinën si një vend apo kënd që i takon gruas. Në rastin konkret, që nuk prirem ta bëj gjë në këtë rastin gjë. konkret unë nuk merrem me atë punë. Unë jam më shumë konsumues se sa përgatitur. Jo, në këtë rast do thuash, po çfarë prisni ju që ne ta themi këtë gjë, megjithatë duke shumë strikte. Për të mbetur pak tek fakti që është shumë serioze në momentin që mbrin në gjak apo jo. Çfarë mund të sjell në raste të tilla? Po në këto raste edhe simptomat janë më të komplikuara, ka komplikacione të ndryshme për cilat është më mirë të shprehet një mjek ose një infeksionist, se unë mund të çojë deri në humbje të jetës? Po ka edhe raste të tilla kur mund të çojë në humbje të jetës. Dhe në këto raste është shumë e nevojshme të ndërhyet edhe me antibiotik në mënyrë të tillë që të vritet, pikërisht antibiotiku është në gjendje që të vrasë bakteri. Këto simptoma sa zgjasin kryesisht dhe fakti që në këtë rast, pra unë e përmenda që është sensitive, bëri bujë, jo vetëm për faktin që pa diskutim të qenit edhe helmimi nga salmonela, mund të përbëj në vetvete një arsye për ta trajtuar, por ajo që e bën ngjarjen të rëndë është fakti që kemi të bëjmë me fëmijë. Ky tregues, pra që janë fëmijë të grupmoshtrës 3 deri në 6 vjeç, e bën më të komplikuar dhe i bën më agresive simptomat në radhët e tyre? Fëmijët në radhë parë çdo individ reagon ndryshe ndaj pra nuk ka të njëjtin reagim. Nuk ka të njëjtin reagim, sepse kam përshtypjen se të gjithë fëmijët kanë konsumuar të njëjtin ushqim atë ditë dhe jo të gjithë kanë qenë me simptoma. Kështu që edhe nga fëmijët e të rriturit ka ndryshime të mëdha për sa i përket reagimit, për sa i përket. Shiko, fëmijët kanë një rejt ose një përqindje të përthithjes së lëndëve toksike 70% më të lartë se të rriturit. Që do të thotë, duke qenë se është në rritje, ka nevojë për gjitha lëndët ushqyese, e ka të predispozuar organizmin të përthith çdo gjë. Pra dhe substanca toksike, dhe tymi duhanit, dhe alkooli, dhe përthithen shumë më shpejt dhe shkaktojnë dëme shumë më të mëdha tek fëmijët. Simptomat në përgjithësi zgjasin nga 4-5 ditë deri në 2 javë. Dhe më thënë këto, se ka dhe të vjella është problemi. Të vjellat kam përshtypjen se dëshmojnë për një ngarkesë të lartë të këtyre mikroorganizmave, sepse të vjellat vazhdueshme, unë çka kam ndjekur në media, nuk është se e di rastin konkret, po ka pasur fëmijë që kanë pas të vjellat vazhdueshme për ditë. Nuk e di 1, 2, 3 ditë. Po sepse ajo çfarë pretendohet është që helmimi mund të ketë ndodhur në datën 20, ndërkohë që është lënë në heshtje për disa ditë me radhë dhe rezultatet e analizave kanë dalë ditën e djeshme. Për t'ju rikthyer rezultatet e analizave, kam përshtypjen se janë marrë vonë analizat. Nuk është se janë bërë vonë, sepse për të bërë analizat e salmonelës është shumë e shpejtë. Tash unë nuk dua t'i vë një kohë, po brenda 24 orëve, 48 orëve merr rezultatet e analizave të salmonelës. Problemi është multifaktorial në këtë rast, sepse një problem, po, mund të jetë kjo e
ana shkalimit me dashje pa dashje nga autoritetet. Një problem tjetër mund të jetë nxjerrja me vonesë, nuk e di se kur janë marrë, po them edhe një herë, po mund të jetë nxjerrja me vonesë e analizave. Po ka probleme, mund të ketë probleme në mjetet e transportit, që nuk janë të përshtatshëm produktet me origjinë shtazore sidomos, por të gjitha ushqimet në përgjithësi duhen transportuar me mjete frigoriferike. Gjithashtu kushtet e punës ku punojnësit e kopshtit janë shumë të rëndësishme, sepse duhen pastruar periodikisht, duhen higjienizuar periodikisht, duhen dezinfektuar periodikisht. Jo vetëm, higjiena personale e stafit është e rëndësishme, duhet të përdorin doreza, duhet të përdorin maska, duhet të përdorin kapuça për të mos lënë flokët. Dhe fundit, po jo më pak e rëndësishme, higjienizimi i mjeteve që përdoren për manipulimin edhe gatimin e produkteve. Thika, tavolina e punës, tenxhere, janë të gjitha këto, mund të duket pak si e tepruar, po janë kushte themelore të higjienës. Ne në shtëpi i bëjmë gjithmonë, mbasi mbarojmë së ngrëni i lajmë menat, i lajmë me sapun, nuk është se vetëm i shplajmë dhe i vendosim aty. Atë tavolinën nuk lëmë mbetje në tavolinë, sepse në radhë parë mbetjet e dukshme, po pastaj edhe papastërtitë e padukshme. Kështu që ne, përderisa i zbatojmë në shtëpitë tona, dhe është e thjesht, laj duart, vendos doreza, laj thikën, laj tavolinën, laj tenxherën. Këto janë që duhet të zbatoj bazike për të zbatuar, nga ana e personelit. Ndërkohë që subjekti që furnizon në këtë rast, se mund të kemi edhe restorante edhe bizneset tjera, duhet të mbaj produktin, të konservoj, pra të ruaj në kushtet e përshtatshme, temperaturat ulta, në varësi të produktit, sigurisht, po produktet me origjinë shtazore dhe mishi në veçanti, duhen ruajtur në ngrirje. Nuk mund të ruhen në ftohje. Dhe jo vetëm ta ruaj, por dhe kur ta transportoj, duhet të jetë i kujdesshëm. Ne jetojmë në Shqipëri, dhe dim se si funksionon, shumica e mjeteve që qarkullojnë në Shqipëri janë të vjetra, dhe shpesher edhe mjetet e transportit të ushqimeve janë të papërshtatshme. Kështu mundësia e kontaminimit është gjithandej. Pra, duam, s'duam, mundësia e kontaminimit të këtyre produkteve është... Nuk e gjenë dot. Vetëm nëse shkon të firma, të subjekti, bën kontrol higjieno-sanitar, shef mjetin e transportit, shef kushtet e kopshtit, shef edhe higjieni, pra nëse ti i kontrollon njëkohësisht të gjitha këto subjekte, atëherë mund t'i vendosësh gishtin dikujt. Por që kjo është një tjetër hallk që po ashtu Luana e përmendi pak që edhe pjesa, sepse gjitha kjo është rrjedhoj deri diku pa shinjëstruar askënd në këtë drejtim, por deri diku është rrjedhoj edhe e mungesës së kontrolleve nga ana e institucioneve, qoftë në pikat ku prodhohet brenda Shqipërisë, por qoftë edhe në pikat kufitare për produktet të cilat importohen. Pikërisht edhe në lidhje me kontrollin e produkteve të cilat vinë nga jashtë, atë që përmendi dhe profesori pak më parë, ekzistojnë për shumë kohë, shumë dekada, mjetet të cilat testime të shpejta për të bërë analizën e prezencës së salmonelës. Tani standardi i artë për ta bërë testimin është ai nëpërmjet rritjes në kulturë. Edhe do disa ditë në fakt, që është e vërteta, që të dalë rezultati. Ti e teston, e merr mishin, edhe përpiqesh që të rritësh në qoftë se ka ngarkesë bakteriale tek ai mishi në kultura të caktuara. Tani nuk duhen aq shpejt kur rezultatet dalin vonë. Ky është tjetër, ky është testi standard, ai që mendohet i përkryer, sepse nëpërmjet ti mund të bësh, të shkosh më në detaj, që të njohësh edhe më shumë shtamin, pavarësisht se flasim për Salmonella enterica, ka disa shtame, disa specifika të tjera, të cilat mund t'i bësh nëse bën këtë metodën standarde dhe të gjatë. Që gjithsesi nuk do aq shumë kohë sa deklaron AKU-ja se do, për mendimin tim, domethënë aq eksperjenca ime thot këtë gjë. Por ama shumë e domosdoshme që ne të ndërhyjm duke futur edhe metoda të shpejta, të cilat na japin një përgjigje të menjëhershme në mënyrë të tillë që të ndërhyjm në mënyrë të menjëhershme. Dhe njëra prej tyre është PCR-i për shembull. Polymerase chain reaction quhet. Edhe është përdorur si metodologji amplifikimin e gjeneve të caktuara, markerëve në ADN-n. Në qoftë se gjendet një gjen i caktuar që i përket salmonelës, nëpërmjet kësaj metode, brenda pak orëve mund të marrin vesh nëse kemi pasur kontaminim ose jo. Dhe ky është për shembull rasti për cilin është diskutuar për importin e
mishit të pulës që kishte salmonel. Aty është shumë e thjeshtë. Në pak kohë të marrësh një përgjigje dhe pastaj njëkohësisht të bësh edhe testimin nga dalë. Sidomos për produktet që vinë nga jashtë nuk mund t'i lësh të presin derisa të dalë rezultati i analizës. Pikërisht dhe nuk mundet dhe nuk është korrekte. Kanë marrë gabimi këto lloj analizash, pra ky lloj testimi i shpejt? Po një marrë gabimi, një risk i vogël që mund të jetë aty, prandaj duhet shoqëruar me këtë tjetër, është që ndoshta ti ke mbetja ADN-je. Një indicje mund të kesh mbetja ADN-je të salmonelës, por nuk është e gjallë, nuk është aktive. Si më thënë si fija e flokut. Ma kupton, e teston ka mund të ketë qenë prezente, por nuk është aktive në atë pikë sa të shkaktoj infekcione dhe të sëmuri individin. Por gjithsesi është një indikacion. Edhe prej aty mund të marrësh masa. Mirë, do të vjojmë që të flasim mbi këtë rrezik, pra rrezikun që vjen nga salmonela, helmimi prej saj, duke qenë se jemi edhe në prag të sezonit veror, rritja e temperaturave duket që e komplikon edhe më shumë situatën. Do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish në studio.